Presidenti i SBA-s, Donald Trump, ka reaguar pas vrasjes së liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, duke deklaruar se sulmi ndaj tij erdhi pasi, sipas tij, inteligjenca iraniane kishte kryer më herët tentativa kundër jetës së tij. I pyetur se kush mund të drejtojë Iranin pas vdekjes së Khameneit, Trump u shpreh se të gjithë personat që ai kishte konsideruar si kandidat të mundshëm janë vrarë, duke shtuar se situata në lindjen e mesme mbetet tejet e tensionuar dhe e paqartë. Donald Trump: "Unë e godita atë përpara se ai të më sulmonte mua. Ata u përpoqën 2 herë, por unë e godita atë i pari. Asnjë nga njerëzit për të cilët po mendonim nuk do të jetë atje, sepse të gjithë vdiqën. Kandidati i vendit të dytë ose të tretë është gjithashtu i vdekur. Ne goditëm qindra objektiva, duke përfshirë objekte që i përkisnin gardës revolucionare, sisteme të mbrojtjes ajrore, 9 anije, përveç një baze detare. I bëj thirrje gardës revolucionare, ushtrisë iraniane dhe policisë që të ulin armët për të fituar imunitet ose të përballen me vdekje të sigurt. Ka të njarë që të ketë më shumë viktima midis amerikanëve."